Cilat janë rreziqet që po i kanoset sot apo që sot po përball bota? Si është duke ndryshuar? Se ne dëgjojmë shpesh të flitet, jo aq në Shqipëri, sepse siç e tham në nisje të këtij podcasti, ne merremi me gjërat e vogla të konsumimit të ditës. Po ndërkohë nëse ndjek mediat botërore, nëse merr në konferencat më të rëndësishme europiane apo amerikane, ti shikon që janë duke ndodhur gjërat në skenën politike. Doja të pyes pak për rreziqet. Të pyes sepse jo vetëm nisur nga ndryshimi i klimës që është një nga problematikat realisht të ditëve të sotme do dua të ndalen, por edhe më gjerë. Unë ta nis, e thash dhe pak më parë ndërkohë, kam filluar me iniciativën time një kurs të ri në Stanford për sa i përket energjive dhe mënyrës të riorganizimit të botës bazuar tek ky parametër, tek energjia, dhe është shumë interesante. Ta shikosh se si lëviz 73% e të gjitha investimeve në botë shkojnë për energji. 73% e konsumit botëror shkon për energji. Dhe nuk flas vetëm për elektrikën, po flas për energji transporti, për atë që konsiderohet energji lëvizse në një farë mënyrë. Dhe po të shikoni, edhe mineralet që janë tashmë temë diskutimit, bëhet fjalë patjetër për energjinë, sepse ne po zbulon e gjithë bota, energjitë janë më pak të kushtueshme, të cilat përkthehen në elektricitet, të cilat përkthehen në makina elektrike, por ka nevojë patjetër për një rezervë mbajtje të kësaj energjie, siç është litiumi, dhe është mineral i cili është tashmë në pjatën e diskutimeve, që unë thash. E gjithë bota po ndryshon bazuar në, siç ka ndryshuar dhe më parë, në hasetet e tyre ekonomike. Thjesht më parë ka qenë underground, tani është më e dukshme. Poshtë, po themi, e pa parë nga të gjithë komunitetet, sot është shumë e dukshme dhe shumë e përshfaqshme. Për dy arsye, sepse ata që kanë ardhur sot në pozicione drejtuese janë biznesmen, mbi të gjitha, dhe e thonë hapur interesin e vendit të tyre, nuk po flasin për interesin vetjak, flasin për interesin e vendit të tyre, bazuar në lëvizjet botërore që aktualisht po ndodhin, por dhe janë dhe shumë në një farë mënyrë dhe kërkojnë dhe ta tregojnë këtë dhe ta demonstrojnë këtë, dhe ne jemi duke e parë. Në herën e fundit që unë isha në kongres geopolitik, dhe ishte një nga më interesantët, dhe është më i madhi aktualisht, Resina Dialogue i bërë në jugun global, kam kohë që shikoj që ka një aktivizim shumë të madh të gjithë vendeve të jugut global, të cilat duan tashmë të kenë një ripozicionim botëror. Diku tek 70% të resurseve humane dhe pothuaj kaq dhe të resurseve natyrore ndodhen në jugun global, ndërkohë që 80% e zhvillimit, kryesisht financiar, botëror ndodhet në veriun global. Dhe i gjithë veriu global ka shfrytzuar jugun global për të përdorur për këto. Dhe ata kanë filluar tashmë të riorganizohen ndryshe. Nga ana tjetër, Kina ka punuar në gjitha këto vitet e fundit në një mënyrë që është realisht për të studiuar dhe është duke u studiuar aktualisht. Para 2 viteve, kur për herë të parë në LSI fillova të mendoj për të blerë një kurs për të djegur online, se si autokracitë me ekonomi liberale kanë një zhvillim të paparë më parë dhe shumë të menjëhershëm dhe stabil dhe një zhvillim komplet ndryshe nga demokracitë me ekonomi liberale. Dhe tashmë kjo ka filluar të diskutohet dhe të studiohet realisht në për universitetet dhe për think tankët më të mëdha në botë, ti shikon që ndoshta i gjithë rendi botëror është duke ndryshuar për këtë arsye, për arsye ekonomike kryesisht që bazohen kryesisht tek mineralet, por edhe tek lëndët e para dhe tek energjia, tek ajo që i duhet botës që të shkojë tutje. Në këtë mënyrë Kina, duke qenë si superfuqi, tashmë po lëviz shumë më shpejt se që e gjithë bota kishte menduar. Europa ndërkohë, duke qenë një organizim burokrat kryesisht, por që ndoshta nuk e ka lexuar siç duhet më parë të gjithë situatën, është duke u ripozicionuar, dhe ajo që mua më bën më shumë përshtypje nga të gjitha është që në asnjë moment deri tani në këtë diskutim të vitit të fundit, unë nuk e kam dëgjuar Europën të flasë për paqe. Por për herë të parë, shikoj që Europa ka një mobilizim të menjëhershëm përtej çdo burokracie që ka të bëjë me mobilizimin e saj ushtarak. Ndoshta kjo do të reflektojë për mirë për gjithë rajonin, kjo do të reflektojë për keq për gjithë rajonin. Por një gjë është e sigurt. Çfarë ndodh jashtë fshatit tonë të vogël që quhet Shqipëri, nuk do të ngelet vetëm në përtej kësaj.
Pra ne do të duhet ndoshta të mendojmë realisht se si do të mund ta ridimensionojmë veten tonë aty ku jemi, në qendër të Ballkanit, dhe duke qenë vendi më i paqët i Ballkanit, ndoshta do të mund të kemi një tjetër përqasje për t'i ofruar botës në këtë moment. Mos harrojmë që jemi zonë buferike. Ballkani është parë gjithmonë si një nga qendrat, zonat buferike shumë fragjile.